ka dy lloje njerëzish. Ata që shkojnë në KFC për burgera dhe ata që shkojnë për Minions. Unë sa do shkoj për të dyja. Kjo është pamja më e re që do gjeni në çdo KFC: Minions, Monsters dhe salsa banana. Kjo vapa e tmeshme më kishte bërë akoma më të uritur, që nuk humba kohë dhe porosita. Një Minion Mega Box, një Minion Bucket dhe sigurisht 5 figurinat e Minions, të cilat shpresoja të më dilnin të pesta të ndryshme. Nëse s'më dilnin, unë gjithsesi do vija përsëri dhe përsëri derisa ta plotësoja të gjithë koleksionin. Keni parë ndonjëherë kaq shumë gjëra të mira të gjitha në të njëjtin vend? Me hapjen e kësaj salse fillon edhe magjia. Nëse do më duhet ta përshkruaja këtë salsë vetëm me 2 fjalë, do ishte banane pikante. Jo, duhen 3 fjalë. Banane pikante fantastike. Nga të gjitha kombinimet e çuditshme dhe të rrezikshme që unë provova sot, më i këndshmi ishte ai mozzarella sticks dhe salsa banana. Duhet ta provoni. Jo se këto tjerat ngeleshin mbas absolutisht, po ndoshta ka ardhur koha që unë të pranoj që kam një obsesion me djathin. Në këtë pikë realisht mendoja që do isha ngopur, ndërkohë që oreksi im sa vinte dhe shtoi mbas çdo gjëje që haja. Koshi i mbushur me fileto pule krokante të mbuluar në salsë bananeje do jetë mëkati im i ri i preferuar. Koha për të zbuluar, ai kam fituar unë të gjitha figurinat e mundshme të këtij koleksioni apo jo. E para ishte me këto oktapodin e kuq, super cute, dhe pastaj më ra një tjetër oktapod, po këtë herë ishte portokalli. Deri tani 2 të ndryshme në koleksion. Vazhdoj me të tretën. Qeshni se ky minion po ju bën foto. Si mund të ishte i plot ky koleksion pa një monster? Është duke ju parë me inat. Dhe e fundit është momenti të vërtetës. Ishte një mystery dhe më doli fiks ky me kapuçin e KFC-s që më duhej për të plotësuar koleksionin. Po kjo s'do të thotë që unë do heq dorë nga produktet e Minions, Monsters dhe Banana. Në KFC do më shihni shpesh.